Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Betohem në ata engjëj që sjellin të mira. Allahu i madhruar bën një sër betimesh për vërtetësinë e ditës së ringjalljes dhe llogarisë së drejtë. Vetohen për ata që dërgohen njëri pas tjetrit me mirësi, ata janë melekët, që Zoti dërgon të zbatojnë vendimet e tij, të kujdesen për krijesat dhe për botën, të zbatojnë urdhat e tij që kanë të bëjnë me fen dhe me jetën e kësaj bote. Allahu i madhruar i ka përshkruar melekët si urfa, pra të mbushur dhe të dërguar plot mirësi, urtësi dhe dobi, jo me koci e lisi. E betohem në ata që shpejtojnë si stuja. Për ata që janë të shpejtë si fortune, edhe ky është një përshkrim i melekëve, si robërt e bindur e të nështruar, të cilët nxitojnë menjëherë që të zbatojnë urdhat, detyrimet dhe misionet e ngarkuara nga i madhruari. Ata janë të shpejtë dhe të përpik në zbatimin e urdhave dhe realizimin e detyrave. Ata janë të shpejtë si stuhit e fërishme, por ka mundësi që ky të jetë një betëm në stuhit e fërishme kur fryjnë me furi. Në këtë rast kuptimi do të ishte për erarat që fryjnë furishëm. Dhe betohem në ata që përhapin shpaljen. Për shpërndarësit që shpërndajnë. Edhe këtu ka mundësi që të flitet për melekët, të cilën shpërndajnë atë që Zoti ka urdhëruar të shpërndohet, por ka mundësi që të flitet edhe për retë, të cilat Zoti i shpërndan në përqiell dhe, me përmjet ujit të zbritur prej tyre, ringjall tokën pas vdekjes së saj. Dhe në ata që bëjnë dallimin qartë mes së vërtetës dhe së pavërtetës. Për ata që ndajnë saktë, pra për melekët e cilët vijnë me urdhrin e Zotit që dallojnë e ndajnë të vërtetën nga e kota, halalin nga harami. Në ata që përcjellin këshillat. Për ata që sjellin shpallje nga Allahu, si dëshmi ose si paralajmërim. Këta janë gjithashtu melekët që kryejnë detyrën më të rëndësishme dhe më të nderuar, ata zbresin shpalljet e Zotit, nëpërmjet të cilave ai mëshiron robërit e tij dhe i udhëzon në rrugën e mirësisë dhe lumturisë. Zoti i madhëruar ua përcjell shpalljet profetëve të tij, që të jenë si dëshmi kundër jo besimtarëve, në mënyrë që ata të mos kenë asnjë justifikim para tij, dhe si paralajmërim për njerëzit për të merrin që i pret përpara, e arsyeshme ose çortuese. U tefsiru sura El Mursalat, ajet 5. Me të vërtet, ajo ju premtohet, do të bëhet. S'ka dyshim se ajo që ju është premtuar ka për të ndodhur patjetër. Ringjallja dhe llogaria e drejtë për veprat është një ngjarje që patjetër do të ndodhë pa asnjë dyshim. Kur të vijë ajo ditë, do të ndodhin shumë ndryshime në botë, të cilat do të shkaktojnë tmerr dhe frikë, siç thotë i madhruari. Kur yjet do të shuhen. Atëherë kur yjet të shuhen, kur qielli të qahet, kur malet të shpërbëhen. Yjet do të shuhen dhe do të këputen nga vendi i tyre. Malet do të shpërbëhen dhe sheshohen. Ato do të bëhen pluhur që do shpërndahet në ajër. Toka do të bëhet e sheshtë, pa male e gropa. Kjo është gjithashtu dita e përcaktuar për dëshminë e profetëve. Dhe kur të qahet qielli. U tefsiru sura El Mursalat, ajet 8. Dhe kur malet të shkapërderdhen. U tefsiru sura El Mursalat, ajet 8. Dhe kur të dërguarit pejgamberët do të caktojnë kohën e tubimit. E kur të dërguarve u është caktuar koha për të dëshmuar. E në çdit u është caktuar atyre koha, atë ditë profetët do të dëshmojnë për popujt e tyre, për besimin apo mosbesimin e tyre. Pyetja më pas është bërë për të treguar rëndësinë dhe madhështinë e asaj dite. Asaj përgjigjet Allahu i madhëruar, duke thënë: do të thuhet deri në cilën ditë është shtyr afati. U tefsiru sura El Mursalat, ajet 11. Ju përgjigjet deri në ditën e vendimit. Ditën e gjykimit. E ku e diti se që është dita e gjykimit? Ajo është dita e ndarjes mes krijesave. Çdo kush do të llogaritet me vete dhe i vetëm. Pastaj i madhëruari kërcënon mohuesit e kësaj dite. A e diti se që është dita e vendimit? U tefsiru sura El Mursalat, ajet 13. Mirë atë ditë për përgënjeshtarët. Mirë mohuesit atë ditë. Mirë ata për dëshpërimin dhe ndishkimin e rëndë që i pret. Mirë ata për fundin e keq ku po shkojnë. Allahu i madhruar i ka paralajmëruar për këtë ditë, madje është betuar për vërtetësinë e saj, por ata sërish e mohojnë, prandaj e meritojnë ndishkimin e dëmshëm. A nuk i kemi zhdukur popujt e lashtë? A nuk i shkatruan ne popujt me të heshëm? Kuptimi, a nuk i shkatruan ju besimtarët e popujve të shkuar? Pe çuditse, e pas tyre edhe të tjerët? Dhe pastaj të tjerët që i shoqëruan, po kështu ndishkuan të gjithë ata mohuese arrogantë prej popujve që erdhën më pas, të cilët e konsideruan ditën e ringjalljes dhe të llogarisë si mashtrim. Në këtë mënyrë do të veprojmë me të gjithë fajtorët. Kështu bëjmë ne me keqpresit. Ky është rregulli i pandryshueshëm i Zotit për zullumçarët, ndeshkim i pakthyeshëm. Atëherë, pse nuk merrni mesim nga ato që shihni dhe dëgjoni? Pe çuditse, mirë atë ditë për përgënjeshtarët.
Mirë mohuesit atë ditë. Mirë ata që mohojnë të vërtetën pas vështrimit të argumenteve të qarta dhe pasi mësuan rreth ndëshkimeve të Zotit kundër mohuesve. A nuk ju kemi krijuar ne nga një pikë ujë të pakonsiderueshëm? A nuk ju krijojmë nga një lëng i dobët që e vendosim në një vend të sigurt deri në një afat të caktuar? Piçëditse a nuk ju krijojmë, o njerëz, prej një lëngu të nënçmuar, i cili del nga mesi i shpinës dhe derasës së kraharorit. Piçëditse pastaj atë lëng e vendosim në një vend të sigurt ku zhvillohet deri në një afat të caktuar. Pastaj e zhvillojmë embrionin mes disa errësirave, duke e kaluar nëpër faza të ndryshme. Nga një pikë uji kthehet në gjak të mpiksur, pastaj ngjan në një kashat të përtypur, derisa Allahu e formon atë si një trup, e pastaj atij trupi i fry shpirtin. Por ka edhe që vdesin para kësaj kohe, të cilën e kemi vendosur në vend të sigurte. U tefsiru sure El Murselat, ajeti 20. Deri në afatin e caktuar? U tefsiru sure El Murselat, ajeti 20. E tillë është fuqia jon, e sa të fuqishëm jemi ne. Ne e bëjmë përcaktimin e krijimit. Sa përcaktues të mirë jemi. Allahu i lartësuar lavdëron veten e vet, sepse të gjitha përcaktimet e tij janë me urtësi dhe meritojnë lavdërimin. Mirë atë ditë për përgënjeshtarët. Mirë mohuesit atë ditë. Mirë për mohuesit, pasi Allahu u sqaroi argumentet dhe pasi u tregoi historitë e ndëshkimit të popujve mohues të mëpashëm. A nuk e bëm ne tokën vend dubimi? A nuk e bëm ne tokën që të mbajë në xhirin e vet të gjallë dhe të vdekur? Piçëditse kuptimi, a nuk kemi bërë mirësi të madhe për ju kur e nështruan tokën dhe e bëm të tillë që ju të përfitoni prej saj? Piçëditse gjatë jetës ju ndërtoni shtëpitë mbi të, ndërsa pas vdekjes ajo ju shërben për varrin tuaj. Sikurse shtëpitë mbi tokë janë mirësi nga Allahu i madhruar për robërit e tij, po ashtu janë edhe varret nën tokë. Varri është mëshirë për njeriu, sepse ai mbulon dhe ruan kufomën që të mos bjerë prej egërsiave dhe të përdoset prej tyre, të gjallëve dhe të vdekurëve. U tefsiru sure El Murselat, ajeti 25. Dhe ne të kemi vendosur malet e larta dhe a nuk ju dhomni juve të pini ujë të ëmbël të pijes? A nuk kemi vënë të malet e forta e të larta? Piçëditse Allahu i madhruar i vendosi malet në tokë, me qëllim që ajo të jetë e qëndrueshme, që toka të mos lëvizet bashkë me banorët e saj, i madhruari e forcoi atë me malet e forta, të larta dhe të gjera. A nuk ju kemi dhënë ujin që ju ashuan të qenë? Piçëditse ju kemi dhënë ujë të ëmbël, të pishëm e të këndshëm, sikurse thot i madhruari në një ajet tjetër, a e shihni ujin që pini. Vallë, ju e lëshoni atë prejreve, apo jemi ne që e lëshojmë? Nëse dëshirojmë, ne e bëjmë atë të kripur. A nuk falenderoni? Piçëditse Vakia 68-70. Mirë atë ditë për përgënjeshtarët. Mirë mohuesit atë ditë. Mirë ata që e mohojnë ditën e gjykimit, edhe pse Zoti u ka dhuruar gjithë ato mirësi, të cilat vetëm ai mund t'i dhurojë. Ai ka privilegjuar ata me shumë gjëra, por ata, në vend të mirënjohjes, përgjigjen me mohën dhe mosbesim. Ju thuhet, shkoni ka ajo dënimi, të cilën ju e keni konsideruar gënjeshtër. Shkoni tek ai vend që ju e konsideruat të gënjeshtërt. Ky është njerimi që i pret kriminalet në ditën e gjykimit. Atyre do të thuhet, shkoni tani tek ai vend, të cilën ju e mohonit. Me pas, Allahu i lartësuar e qartëson se ç'është ky vend. Shkoni ka aty mi ndarë në 3 fill. Shkoni tek ajo hije që ka 3 devizime, që nuk bën as freske as nuk mbron prej flakëve. Kuptimi, shkoni në hijen e zjarrit të xhehenimit, në të cilën dallohen 3 gjuhë të mëdha flakësh. Ajo është një hije në të cilën nuk ka freske as preje. Kush qëndron e nuk i shpëton dot flakëve të zjarrit, të cilat e përpinë çdo drejtë, dastas, majtas, lart e poshtë, sikurse thotë i madhruari në një ajet tjetër, ata do të kenë shtresa zjarri nga sipër dhe shtresa zjarri nga poshtë. Me këti frikson Allahu robërit e vet, o robërit e mi, ki jeni frikë dënimin. Sumer 16. Ose, për ata është përgatitur xhehenemi, si shtrat nga poshtë dhe si mbulesë nga lart. Kështu i shpërblejmë ne të padrejtit. El Araf 41. Me pas, i lartësuari përshkruan shkëndijat e zjarrit, që tregojnë për masin, të merin dhe pamjen e frikshme të xhehenemit, i cili nuk të freskon dhe nga flaka nuk shpëton. U tefsiru sure El Murselat, ajet 30. A i hedh shkëndia si rrënjët e lisit të madh. A i hedh shkëndijat e mëdha, sa një kështjell, që duken sikur të ishin deve të verdha. Deve të verdha kanë, në fakt, një ngjyrë të verdhë të errët. Kjo tregon se edhe zjarri i xhehenimit është i errët. Kështu janë flakët, të ngjit dhe shkëndijat e tij. A i ka pamje të tmeshme dhe nxehtësi të llëtashme. Unë lut Allahun të na ruajë nga ky zjarr dhe nga veprat që të çojnë te, sikur të ishin deve gamilla të verdha. U tefsiru sure El Murselat, ajet 32. Mirë atë ditë për përgënjeshtarët.
Mirë mohuesit atë ditë. Mirë atë ditë për ata që e konsiderojnë ringjalljen si gënjeshtër. Mirë ata për zjarrin që i pret. Kjo është ajo ditë kur ata nuk mund të flasin. Kjo është ditë kur ata nuk flasin, kur nuk u lejohet as që të shfaqsohen. Mirë mohuesit atë ditë. Ajo do të jetë një ditë shumë e rëndë për mohuesit, të cilët nuk do të jenë në gjendje as të flasin nga frika dhe tmerri i madh. Edhe nëse mund të justifikohen për mohimin e tyre të ditës së gjykimit, atyre nuk do të pranohen justifikimet, sikurse thotë i lartësuari në një ajet tjetër, kështu atë ditë atyre që bën padrejtësi, asnjë pendes nuk u bën dobi as që kërkohet të arsyetohen. Prum 57. Dhe nuk jepet leje për ta për t'u arsytuar. U tefsiru sure El, Mursalat, ajet 35. Mirë atë ditë për përgënjeshtarët. U tefsiru sure El, Mursalat, ajet 35. Ju thuhet, kjo është dita e gjykimit, në të cilën juve dhe popujt e lashtë i kemi turbuar. Kjo është dita e gjykimit, që do ju mbledh ju dhe ata të mëparshmit. Ajo është dita kur Allahu i madhruar do të bëjë ndarjen dhe gjykimin e drejtë mes krijesave. E nëse dispononi me ndonjë dinakëri, përdoreni kundër meje. Nëse keni ndonjë dredhi, atëherë janë e bëjeni. Kuptimi, nëse keni ndonjë mundësi të dredhoni për të dalë jashtë pushtetit dhe mbretërimit tim dhe të shpëtoni prej ndëshkimit tim, bëjeni. Por ju nuk keni asnjë mundësi për diçka të tillë, sikurse thuhet në një ajet tjetër, o turma e gjendeve dhe njerëzve, nëse keni mundësi të dilni përtej kufive të qiejve të tokës, dilni. Por ju nuk mund ta bëni këtë veçse me ndonjë fuqi të madhe. Ramon 33. Atë ditë do të shkatërohen dhe humbasen të gjitha kurthet dhe intrigat e zullumçarëve. Ata do të dorëzohen të pafuqishëm ndaj ndëshkimit të Allahut dhe do të sigurohen plotësisht se ishin gënjeshtarë. Mirë atë ditë për gënjeshtarët. Mirë mohuesit atë ditë. Mirë mohuesit për dënimin që i pret, para të cilët do të jenë të pafuqishëm dhe nuk do të kenë asnjë mundësi për t'i shpëtuar. Ata që ruhen nga të kundërshtuarit Perëndin, do të jenë në mesin e burimeve dhe të hijeve. Pasi foli për ndëshkimin e mohuesve të ditës së gjykimit, i lartësuari tregon tani për shpërblimin e besimtarëve, nuk ka dyshim se të devotshmit do të jenë në hije pranë burimeve. Të devotshmit janë ata që ruhen nga mosbesimi dhe mohimi të vërtetës, janë të sinqertët dhe të vërtetët në fjalë dhe në vepra. Ata arrin këtë gradë vetëm pasi kryejnë të gjitha detyrimet dhe lënë të gjitha haramet. Ata do të jenë në hije të dëndura të pemëve të shumëllojshme, të bukura plot fruta. Afër do të kenë burime me ujë selsebili, me nektar ejtë, që rrjedhin në përkopshte, dhe midis pemëve çfarë i dëshirojnë. Me larmi frutash si ti dëshirojnë. Atje do të kënaqen me frutat më të mira dhe më të freskëta. Atyre ju thuhet, hani e pini e ju bëf të mirë. Shpërblim për atë që keni punuar. Hani e pini duke shijuar e me ndje për veprat që keni bërë. Hani e pini ushqime të shijshme dhe pije të këndshme, pa u munduar dhe pa u velur. Ajo është kënaqësi e pastër dhe e plot. Mirësitë e kënaqësitë këto nuk përfundojnë kurrë. Ato i fituat me besimin dhe veprat tuaja të mira. Kështu na i shpërblim ata që bëjnë vepra të mira. Kështu i shpërblim në mirëbërësit. Veprat tuaja ju bën të arrini të meritonit këto mirësi të përjeshme. Kështu shpërblehet çdo kush që përkryen adhurimin ndaj Allahut dhe është bamirës ndaj krijesave. Mirë atë ditë për përgënjeshtarët. Mirë mohuesit atë ditë. Sikur ata të kishin si ndëshkim veçse privimin nga mirësitë e përshkruara më lart, kaq do të mjaftonte si vuajtje e mirin për ta. Ju thuhet jo besimtarëve, ani dhe kënaquni, por për pak kohë. Ani e kënaqoni për pak kohë, sepse ju jeni vërtet kundërshtues. Mirë mohuesit atë ditë. Edhe ky është një kërcënim i rënd drejtuar mohuesve, të cilët, edhe pse në jetën e dinjas han, pinë dhe kënaqen me mirësitë e shumta, ata nuk treguohen mirënjohës. Përkundrazi, me veprat e tyre të ndyra, ata tregojnë se janë keqbërës. Ata i kushtojnë rëndësi vetëm kënaqësive trupore, duke shpërfillur adhurimin e Zotit dhe veprat e mira që të afrojnë tek Ai. Për këtë arsye, ata do të dënohen një lloj si kriminalët. Kur të ndahen nga kjo dynja, do të ndërpriten mirësitë dhe do të mbeten vetëm gjunahet, për të cilat do të marrin atë që meritojnë. Fakt tjetër i zullumit të tyre është dhe refuzimi i ftesës për namaz. Mirë atë ditë për përgënjeshtarët. U tefsiru sure El, Mursalat, ajet 46. Por, kur ju thuhet atyre në këtë jetë, përuluni ndaj Perëndis falni namazin. Ata nuk përulen. Për ata që, kur u thuhej, përkuluni në namaz. Ata nuk përkuleshin. Ata nuk i përgjigjen thirrjes së Zotit për të fituar çdo të mirë e për të ruajtur nga çdo e keqe. Atëherë, pyesem, a ka kriminal më të madh se ai që e privon veten nga e mira dhe hidhet vetë në ndëshkim? Pe çuditse. Mirë atë ditë për përgënjeshtarët. Mirë mohuesit atë ditë.
Mjerimi për ta fillon që kur para tyre mbyllen dyert e suksesit për të arritur të mirat e për të ruajtur nga të këqija. Ndodh kështu, sepse ata kundërshtojnë dhe mohojnë Kur'anin e lavdishëm, i cili qëndron në pjedestalin më të lartë të drejtësisë e detyrisë së vërtetë. Ata refuzojnë që të neshtrohen dhe të jetojnë sipas tij. Në çfarë libri tjetër do të besojnë pas Kur'anit? Çfarë fjale besojnë ata pas kësaj? Peçuditse mos, vallë, besojnë te kotën, të cilën Kurani e ka shpallur si të tillë. Peçuditse apo besojnë fjalët e ndonjë idhujtari, të mbushur me gjinoha e padrejtësi. Besimi i tyre nuk ka themele, ku mund të mbështetesh? Përtej dritës së qartë të sjellë dhe të ruajtur nga Zoti, ekzistojnë veç errësira të thella të mashtrimit dhe devijimit. Përtej të vërtetës të mbështetur në fakte dhe argumente të pakundërshtueshme, ndodhen veç gënjeshtrat dhe trillimet e gjynaçarëve të shfrenuar. Shkatëruar qofshin sa të vepër janë. Mirë për ta sa të humbur e të dëshpëruar janë. Në fund, lusë Allahun të na falë dhe të na ruaj nga këto fatkeqësi dhe errësira. Ai është bamirësi dhe bujari.